Droga më e re, më e fundit që ka hyrë në shoqëri, jo vetëm në shoqërinë tonë shqiptare, po kudo në mbar botën. Droga e vetme që merr në një formë krejt tjetër nga çdo lloj droge tjetër nëpërmjet syrit, droga që prek tmerrësisht shumë fëmijët dhe adoleshentët mbi të gjitha, është droga ndaj ekranit. Qoftë qëndrimi në TikTok, qoftë lërat e ndryshme në telefon, qoftë ato videot e shkurtra që fëmijët nuk i shohin kur deri në fund, ndoshta një sekondësh maksimumi i durimit që ata kanë. Të gjitha këto lloj ekspozime ndaj ekranit krijojnë varësi, krijojnë një varësi si të gjitha drogat e tjera. Dhe çfarë ndodh? Në fillim, fëmia ndjen, po marr rastin e fëmijëve sepse janë grupi më vulnerabël, më i ndjeshëm, gjithashtu edhe adoleshentët. Në fillim, fillon të ndjej kënaqësi. Fillon të ndjej kënaqësi në afat shkurtër, edhe një video tjetër, edhe një lojë tjetër e kështu me radhë. Dhe ajo që ndodh është nëse më përpara ka luajtur me fëmijët e tjerë, nëse më përpara ka luajtur me shokët, me gjyshrit, tani më nuk ndjen të njëjtën kënaqësi. Pse? Sepse truri është mësuar me një nivel më të lartë dopamine. Dhe është normale që ti kërkon të ndjesh të njëjtën kënaqësi që ke ndjerë përpara. Nëse ti e ndjer shumë high, shumë lart, nuk kërkon, nuk është e natyrshme, nuk është më e kënaqshme që ti të luash një lojë që të fal gjysmën e kënaqësisë, le të themi. Dhe kjo fillon të krijojë akoma më shumë varësi. Truri jon, duke kërkuar të mbrojë veten e tij, duke kërkuar të na mbrojë ne, i redukton receptorët e dopaminës, që më pak dopamin të lidhet me trurin tonë. Dhe çfarë bëhet në këtë rast? Si çdo lloj drogë tjetër, ti kërkon akoma më shumë dopamin. Ule receptorët, pra nuk lidhet, ka më shumë pak receptorë për dopaminën që të lidhet, pra që të duhet vetë neurotransmitori, hormoni dopaminës të lidhet me receptorin, që ti të ndjesh atë efektin e kënaqësisë, sepse përndryshe nuk e ndjen, dhe ti kërkon të prodhosh më shumë, sepse mendon që duke prodhuar më shumë, do të ndjesh më shumë kënaqësi, dhe kështu rritet edhe doza e drogës, kështu rritet edhe qëndrimi në telefon. Arrin një moment që fëmijët qëndrojnë në telefon, qëndrojnë në TikTok, jo më për kënaqësi. Dhe kjo është pjesa më e dhimbshme nga të gjitha, por për të shmangur dhimbjen, sepse fillon të dhemb. Pse fillon të dhemb? Sepse siç e thash më përpara, truri jon kërkon të na mbrojë, trupi jon gjithashtu kërkon të na mbrojë, kërkon të rikthehet në homeostaz, në balancë. Nga njëra anë kemi dopaminën që rritet, pra që na fal kënaqësinë, imagjino si është një litar, nga njëra anë treq dopamina dhe kënaqësia, dhe nga ana tjetër fillon të treq dhimbja. Në momentin që dhimbja ka filluar të treq nga njëra anë, ti tani kërkon të rritësh dopaminën për të mundur dhimbjen, për të mos ndjerë më dhimbjen. Dhe ky është momenti më i vështirë dhe i dhimbshëm për të larguar fëmijët, për të larguar adoleshentët dhe të gjithë varësit e çdo lloji droge, por në këtë rast po flas për të lloj droge të veçantë. Pra ky është momenti më i vështirë për të shkëputur këtë varësi. Duhet shumë punë dhe më vjen keq ta them, por për fëmijët që kanë arritur në këtë fazë, unë vërtet mendoj që kanë nevojë për trajtim nga psikologu, sepse është jashtëzakonisht e vështirë. Pra edhe njerë po theksoj që po i largojmë, duke i larguar nga telefoni, ne nuk po i privojmë dhe një kënaqësie, por jemi duke ju dhënë akoma më shumë dhimbje dhe duhet gjetur metoda më e mirë për të ndihmuar. Më bëhet shumë qefi që dëgjova sot që Suedia synon, pra bëhet kështu pushteti i parë në botë që synon të largojë teknologjinë në shkolla. Sipas studimeve të shumta që janë kryer nga Karolinska Institute, që është një institut i kërkimit shkencor në Suedi, ata kanë nxjerrë se përdorimi i teknologjisë, për gjithë këto investime që janë bërë në teknologji, për në shkolla sjell më shumë dëmtime se sa përfitime. Suedia kërkon të rikthehet ndaj metodave të vjetra tradicionale, laps edhe letër. Laps edhe letër dhe jo teknologji. Duhet të mbajmë mend vetëm kaq që Steve Jobs vetë nuk lejonte që fëmijët e tij të përdorin iPads. Vetëm kaq dhe mjafton të kuptojmë se sa e dëmshme është përdorimi i telefonave, qëndrimi në ekran. Prandaj mesazhi im është të menjanojmë dhe të parandalojmë ashtu siç parandalojmë sëmundjet, krijimin e varësisë në radhë të parë, duke shmangur telefonat dhe
E dyta, të paktën deri në 12 vjeç nuk duhet të lejohet telefoni, nuk duhet të lejohet TikToku. Dhe e dyta, për të gjithë ata fëmijë që kanë krijuar varësi, nëse e shikojmë që është shumë e pamundur shkëputja, të kërkojmë ndihmë profesionale dhe të jemi të kuptueshëm dhe empatik, sepse siç e thash, shumë herë ata janë duke ndjerë dhimbje, janë duke kërkuar të drogë për të shmangur dhimbjen.